Atëherë Herod tetrarku dëgjoi për Jezuin dhe u tha shërbëtorëve të vet: "Ky është gjon pagëzori." Ai është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto fuqi në të. Në të vërtetë Herodi e kishte kapur gjonin, e kishte lidhur dhe e kishte futur në burg për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vëllait të vet, sepse gjoni i kishte thënë: "Nuk të lejohet ta marrësh për grua." Herodi donte ta vriste, por kishte frikë nga populli që e mbante gjonin për profet. Po kur festoi ditëlindja e Herodit, vajza e Herodiadës kërceu para të ftuarve dhe i pëlqeu Herodit aq shumë sa i premtoi me betim t'i jepte çfarëdo që t'i kërkonte. Ajo, e shtyr nga e ëma, tha: "Më jep këtu në një pjatë kokën e gjon pagëzorit." Mbretit i erdhi keq, po për shkak të betimit dhe të ftuarve, urdhëroi që t'ja japin. Ai dërgoi dikë që i preu kokën gjonit në burg. Kokën e tij e sollën në një pjatë, ia dhan vajzës dhe ajo ja çoi së ëmës. Pastaj erdhën dishepujt e gjonit, e morën trupin, e varrosën dhe shkuan e i treguan Jezuit. Kur i dëgjoi këto, Jezui u largua që andej me vark dhe u tërhoq mënjan në një vend të shkret. Por turmat, kur e morën vesh, i shkuan pas më këmbë nga qytetet. Si arriti në breg, ai pa një turm të madhe, e cila ju dhimbs, dhe shëroi të sëmurët e tyre. Në mbrëmje erdhën dishepujt e i thanë: "Ky vend është i shkret dhe tashmë është për vonë. Lëri turma të shkojnë në përfshatra e të blejnë ushqim." Jezui u tha: "Nuk është nevoja të shkojnë. Jepuni ju të hanë." Ata i thanë: "Ne kemi vetëm 5 bukë e 2 peshq me vete." Jezui u tha: "Mi sillni këtu." Pastaj si i urdhëroi turma të ulesh në bar, mori 5 bukët e 2 peshqit, ngriti syt drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, theu bukën, u dha dishepujve dhe dishepujt u dhan turmave. Të gjithë hëngrën e u ngopën. Me copat e bukës që tepruan, u mbushën plot 12 shporta. Ata që hëngrën ishin rreth 5.000 burra, përveç grave e fëmijëve. Pastaj Jezui u dha urdhër dishepujve të hipnin në varg e të shkonin përpara tij në bregun tjetër, derisa ai të shpërndante turmat. Pasi shpërndau turmat, u ngjiti vetëm në mal për t'u lutur. Në mbrëmje, ai ishte ende aty i vetëm, ndërsa varka ishte tashmë shumë larg bregut dhe rrihej prej dallgëve, sepse era ishte kundër. Në agim, Jezui erdhi tek ata duke ecur mbi liqen. Po kur e pan dishepujt duke ecur mbi liqen, u tmerruan e thanë: "Është fantazm", dhe bërtitën nga frika. Por menjëherë Jezui u tha: "Merrni zemër, jam unë, mos kini frikë." Pietri u përgjigj: "Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij te ti mbi ujë." Jezui tha: "Eja." Pietri zbriti nga varka, eci mbi ujë dhe shkoi te Jezui. Po kur pa erën e fortë, u tremb dhe teksa filloi të fundosej, bërtiti.
Zot, më shpëto. Jezui me njëherë zgjati dorën, e kapi dhe i tha: Përse dyshove njëri besim pakët? Dhe kur ata hipën në varg, era pushoi. Ata që gjendeshin në varg, i ranë në gjunjë dhe i thanë: Ti je me të vërtet biri i Perëndis. Si kaluan në bregun tjetër, arritën në krahinën e Gjenesaretit. Kur e njohën, njerëzit e atij vendi çuan fjalë në të gjithë krahinën përreth, i sollën të gjithë të sëmurët dhe ju lutën që të mund t'i preknin vetëm cepin e mantelit. Kështu, ata që e prekën, u shëruan.